Përshëndetje. Shkak për videon e sotme janë bërë pyetjet e disa prindërve të cilët i kanë fëmijët në parashkollor dhe më pyesin në lidhje me shkrimin e dorës. E kam vënë edhe unë këtë gjë në rrjetet sociale që publikohen shkrimet të ndryshme të fëmijëve. Unë kam këtu fletën është shkronja Z. Këto fletët që unë i publikoj, mënyrën e shkrimit, por i kam publikuar dhe në Google Drive për t'i printuar prindrit dhe mësuesit. Shkrimi i dorës mësohet në klasën e parë. Nuk është se them unë. Këto janë të përcaktuara qartë te programi i miratuar nga Ministria e Arsimit, program të cilin ju e gjeni në faqen e ASAP-it, Agjencia për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Aty keni programin e parashkollorit dhe është e përcaktuar shumë qartë dhe saktë që fëmia duhet të shkruaj me shkronja shtypi. Madje mundësisht me shkronja të mëdha, ai njeh të shkronjat e vogla duhet i lexoj, por mundësisht shkrimi bëhet me shkronja të mëdha shtypi. Përse nuk duhet bërë? Ata që kanë bërë këtë program sigurisht që e kanë menduar mirë. Nuk është mosha e duhur për ta bërë shkrimin e dorës, po përveç kësaj, nëse fëmia, sepse më thonë prindrit ka mësuar shkrim dore, shkrim shtypi, ka mësuar të gjitha në arsimin parashkollor. Po kur të shkojnë në shkollë, çfarë do bëj? Në klasë të parë. Pra, një nga objektivat kryesore të klasës së parë është mësimi i shkrimit të dorës, sepse shkronjat e shtypit janë të njohura që në parashkollor. Përveç kësaj, shkronja e dorës, sepse disa prindër më thonë, më kollaj sepse e kopjoj e shikon aty. Shkronja e dorës ka një teknik të shkruari dhe këtë e jep vetëm mësuesi i klasës parë, duke i marrë shkronjat një nga një, shumë ngadalë, se në parashkollor nuk mund të marrë 4 shkronja një herësh. Pra të marrë të madhen dhe të voglën, të dorës dhe të shtypit, i bie 4 grafik të ndryshëm. Ndërkohë që në shkollë, në klasë të parë, fëmia është njohur me ato të shtypit dhe si të thuash një gjë e re në klasën e parë është mësimi i shkronjave të dorës. Dhe ky mësim, grafiku i tyre shoqërohet me shpjegim nga mësuesi dhe me lëvizje të dorës, gjë të cilën nuk e bëjnë prindrit. Por besoj dhe mësuesit e parashkollorit nuk e kanë kohën e mjaftueshme për ta bërë këtë se kanë shumë shkronja. Prandaj nuk besoj se do ma marrin për keq që mësueset e parashkollorit janë mësuese shumë të nderuara, madje i vlerësoj shumë për punën e lodhshme që bëjnë. Shpesh them që e kanë më të lodhshme se ne të klasës parë të arsimit fillor. Megjithatë, kjo gjë, pra mësimi i shkronjave të dorës, i rëndon më tepër dhe i vështirëson më shumë edhe punën e tyre edhe punën e fëmijëve. Prandaj e mira është që jo e mira, por kështu duhet që shkronjat e dorës fëmia ti mësoj në klasën e parë.